cila do të na jap detajet më të fundit në lidhje me këtë ngjarje. Mirëmbrëma Joana, çfarë ke arritur ti të mësosh për gjendjen shëndetësore të të riut I cili është transportuar mbrëmjen e sotme në Spitalin e Traumës? Emiliano, mirëmbrëma, atëherë unë aktualisht ndodhem në Spitalin e Traumës, aty ku po merr dhe trajtim mjekësor 19 vjeçari Daniel Pleti, I cili mbeti I aksidentuar mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Lezhë-Shëngjin. Sa I takon gjendjes shëndetësore të 19 vjeçarit, sipas burimeve brenda Spitalit të Traumës, bëjmë me dije që është në gjendje të rëndë shëndetësore, çka do të thotë pra që ka marrë dëmtime të shumta kryesisht në mushkëri. Duhet pritur në fakt 24 orët e ardhshme për të parë se si do të ndryshojë dhe gjendja shëndetësore e tij, edhe pse duhet thënë në fakt që gjendja e parametrave jetësor është stabil. Por megjithatë pritet që 24 orët e ardhshme të jenë dhe për të parë nëse do kemi, pra aktualisht nuk mund të themi nëse është apo jo jashtë rrezikut për jetën, pasi siç e thash pak më herët ka dëmtime të shumta në mushkëri, por po ashtu edhe në pjesën e kokës, pavarësisht se sipas ekzaminimeve të kryera dhe sipas burimeve brenda Spitalit të Traumës bëjnë me dije që të paktën dëmtimet që ka marrë në pjesën e kokës nuk janë kritike apo nuk janë të rënda dhe pse ka marrë në fakt të lëndime, por vazhdon të jetë në monitorim të vazhdueshëm nga stafi mjekësor. Por të ndalur pak më konkretisht në aksidentin e ndodhur mbrëmjen e sotme, ku sipas njoftimit zyrtar dhe të policisë ndodhi rreth orës 18:30 minuta të mbrëmjes së kësaj të martje dhe nga aksidenti janë përfshirë edhe 2 persona të tjerë, të cilët kanë qenë dhe drejtues të 2 automjeteve, njëri tip Volkswagen, ku është drejtuar nga një shtetas KK 21 vjeç. Personat e plagosur Joana, personat e tjerë të plagosur Joana, nga ky aksident po trajtohen në Spitalin e Lezhës apo jo, ndërkohë vetëm një nga personat, pikërisht I riu 19 vjeçar, është transportuar te Spitali I Traumës për të marrë ndihmë më të specializuar. Siç the edhe ti, gjendja e tij shëndetësore për momentin është stabil, por pritet se çfarë do të thonë mjekët në vimësi. Joana Çallaku, unë të falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë.